بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي الله الكريم محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. قال الله عز وجل القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Thot Allahu Azza wa Jall në surën Ali Imran: ai I cili kërkon fe tjetër pos Islamit, ati ajo do t'i refuzohet dhe kur nuk do t'i pranohet, dhe në ditën e gjykimit do t'jetë prej të dështuarve. Islami, o ju vëllezër, ka qenë feja e të gjithë pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall nuk ka zbritur fe krishterizëm, po ashtu Allahu Azza wa Jall nuk ka zbrit fe jehudizëm. Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë qenë musliman. Thot Allahu Azza wa Jall kur tregon për Nuhun alayhis salam dhe thot: wa umirtu an akuna min al muslimin, dhe jam urdhëruar që të jem prej muslimanëve. Andaj ai I cili përpiqet dhe mundohet që të kërkon fe tjetër pos Islamit, ajo të Allahu Azza wa Jall do t'i refuzohet, do t'jetë përgjithmonë në zjarrin e xhenemit. Asa thot Allahu Azza wa Jall: inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Feja e vetme e pranuar tek Allahu Azza wa Jall është Islami. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ku thot thot nuk ka ndonjë jehudi, pra evre apo I krishter, I cili dëgjon për mua e pastaj nuk më beson mua, vetëm se përfundimi I tij do t'jetë zjarri I xhenemit. Allahu na ruaj. Pra ju vëllezër, e falenderojmë Allahun Azza wa Jall I cili na ka bërë musliman. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall I cili e zgjodhi për ne këtë fe dhe na bëri prej ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për të cilët Allahu Azza wa Jall tha: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tha Allahu Azza wa Jall: ju jeni ummeti më I zgjedhur, ummeti më I mirë, I cili keni dalur mbi sipërfaqen e tokës, dhe kjo për arsye se ta'muruna bil ma'ruf, urdhëroni për ka e mira, ndaloni për ka e keqja dhe besoni në Allahun Azza wa Jall. Ndaj o vëllezër, Islami, feja, kur nuk bie ndesh me kombin, nga se Allahu Azza wa Jall është ai I cili na ka përzgjedhur neve kombet. E dikën e ka bërë shqiptar, e dikën tjetër e ka bërë amerikan, e dikën tjetër e ka bërë gjerman, e kështu me radhë. Thot Allahu Azza wa Jall: wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Dhe ju kemi bërë në popuj dhe fise me qëllim që më së miri të njiheni, mirë po dijeni se më I ndershmi tek Allahu Azza wa Jall është ai I cili është më I devotshëm. Pra te Allahu Azza wa Jall nuk shkon as kombi dhe as nuk shkon bukuria fizionomike, dhe nuk shkon te Allahu Azza wa Jall as ngjyra, sepse është Allahu Azza wa Jall ai I cili ka zgjedh kombin, ka zgjedh ngjyrën me të cilën e ka krijuar njeriu, pra ka krijuar në ngjyra të ndryshme, dikën e ka krijuar të zi, e dikën e ka krijuar të bardhë, e dikën tjetër e ka krijuar pak si më të verdh ose më të kuq, e kështu me radhë. Pra ajo është përzgjedhja e Allahut Azza wa Jall: wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Thot Allahu Azza wa Jall: Zoti yt Muhammed është ai I cili krijon çka të don dhe përzgjedh çka të don. Ma kana lahumul khiyara. Atyre nuk ju takon që të përzgjedhin. Andaj është ndaluar për besimtarin që ta ndron kombin e tij, të thotë të deklarohet që nëse nëse është shqiptar të deklarohet si jo shqiptar, të deklarohet turk apo arab, e kështu me radhë. Mirë po,
feja është ajo të cilën Allahu Azza wa Jall e ka përzgjedh, se cila fe është e vetme e pranuar tek ai. Andaj nuk ka fe shqiptari, nuk ka fe amerikani, nuk ka fe gjermani. Për këtë arsye dhe nuk e dëgjon amerikanin të thotë se feja e amerikanit është amerikania apo feja e gjermanit është gjermania e kështu me radhë. Këtë e dëgjon për fat keq vetëm te shqiptarët, të cilët thonë se feja e shqiptarit është shqiptaria, runa zot, ndërsa neve i lutemi Allahut Azza wa Jall që të na përforcon zemrat tona në besim deri në ditën, momentin e fundit që do të dalim dhe do të japim shpirt dhe do të dalim para Allahut Azza wa Jall. Allahu na mundsoft që të vdesim si musliman me iman dhe me besim deri në frymën e fundit. Dhe fjala e fundit me të cilën dalim ne prej kësaj bote të jetë la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.